në ditën e 4 situata për riparimin e defektit pikërisht këtu ku jeni edhe ju. Më në fund patëm një rezultat pozitiv të disa testimeve, se kemi testuar 24 orëshin e parë për të zgjidhur situatat me materialet të cilat ishin në rezervë, kemi testuar 24 orëshin e dytë dhe sot, dita në orët e para të mëngjesit, ka rezultuar pozitiv, një pjesë e lagjes Pavarësia dhe një pjesë e bulevardit Lungomarës është duke furnizuar me ujë. Ndërkohë, kjo është edhe tuboa e cila është përdorur, pra është e vitit 2009, apo jo? Po. Dhe pse ka qenë vështirësia për të zgjidhur situata? Atëre projekti i ujësirësit të 2009 se ka përdorur këtë lloj materiali, mbase studia hollandeze që ka pas bërë projektin asaj kohe e ka menduar për një zgjidhje pozitive, por diametri dhe materiali sot e bën të vështirë sepse ka dalë nga prodhimi prej disa fabrikave në Ballkan që neve kemi pyetur. Zonja Mersini, njerëzit dhe qytetarët dalin dhe protestojnë përpara bashkisë. Çfarë thoni sot atyre, roli juaj në këtë çështje, cili është? E drejta për të protestuar është një drejtë qytetare dhe pa diskutim që qytetarët, edhe ne jemi qytetarë dhe ndjeshmëria ndaj ujit dhe sidomos në këto ditë festash është e lartë, edhe është shumë mirë që ata protestojnë për të gjetur zgjidhje se në fund të ditës ne jemi këtu për të menaxhuar. Por nga ana institucionale, ujësirësi është një ndërmarrje më vete, e cila ka një varësi nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës dhe nga Agjencia Kombëtare e Ujësirësit në Vlorë, por bashkia është pa diskutim për ta suportuar. Ne kemi suportuar vazhdimisht dhe pa ndërprerje me në krye kryetaren e bashkisë dhe gjithë stafin, me mjete, materiale, kemi menaxhuar gjithë qytetin bashkë me rezervat e shtetit, me ujë të pishëm, me bote, institucionet nuk e kanë ndaluar punën, pra mbarvajtjen e spitaleve, institucioneve të kopshtit, kudo ku ka pas nevojë të institucionet të rëndësisë veçantë dhe pastaj në gjithë qytetin qarkullojnë sot 15 bote, jemi drejtuar te Inspektoratit të Higjienës për të analizuar dhe ujin e përdorshëm në të gjithë situatën për gjithë lagjet dhe jemi munduar të bëjmë maksimumin, po është e drejta qytetare dhe me të drejtë qytetarët prej kaq ditës. Cili ka qenë shkaku i këtij dëmtimi? Unë thash edhe pak më parë sepse kjo kodra këtu ka rëshkitur. Ka rëshkitur një pjesë e madhe e kodrës, edhe me të drejtë unë e mendova që kjo rëshkitja e dhellët quhet një fatkeqësi natyrore dhe kjo ka çeduar në këtë pozicionin që ka tubi, pozicion gjeografik i tubit, në rreth asaj kodre ka sjellë dëmtimin aty ku tubi ka qenë instaluar. Sot në ditën e 4, bazë disa tentativash, të cilat sot pjesërisht është arritur të furnizohet qytetit. Çfarë zgjidhje pritet që të jepet? Tashmë jemi të qetë dhe themi publikisht që është gjetur materiali në një fabrikë në Turqi, e cila është përgjigjer në kohë rekord edhe kërkesës tonë, pavarësisht ishin edhe ditët e festave, dhe kjo ka qenë edhe një pengesë tjetër dhe është nisur dhe ne presim që shumë shpejt brenda disa orëve të jetë në Vlorë. Keni marrë masa vetëm për riparimin e dëmit apo dhe rezervë? Kjo i takon në fakt ujësirësit dhe nga ana teknike menaxhimin e situatës nga ana teknike dhe profesionale. Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Ujësirësit ju ka sqaruar vazhdimisht zgjidhjen teknike dhe pa diskutim ai ka menduar për një zgjidhje të momentit dhe të marrë masa që kjo situatë, sepse unë mendoj që ne duhet kalojmë këtë periudhë të vështirë për qytetin dhe për ne, edhe për stafet të cilët kanë punuar vazhdimisht dhe pastaj do të marrim kohë sepse ne duhet ulemi shumë seriozisht për çështjen e ujit. Në fund ne jemi në vitin 2026, po flasim prapë për ujin në qytet turistik, edhe kjo mbase është një trokitje fortë për atë që kemi folur dhe e kemi artikuluar dhe unë personalisht e kam artikuluar që ka ardhur momenti të ulemi të gjithë aktorët të menaxhojmë situatën e ujësirësit. Nuk ka më të rëndësishëm se kjo. A do të ketë një analizë në lidhje me këtë situatë, qoftë edhe për shkakun e kësaj problematike, por qoftë edhe për dëmin që mund të ndodhë në të ardhmen? Inxhinierët e ujësirësit kanë ngritur shqetësimin që pikërisht duke menduar që kjo linja e vjetër i ka pas këto probleme, prandaj ka qenë projekt i ri. Pra ne duhet të ulemi tani të ulemi të gjithë aktorë dhe sidomos inxhinierët, të dëgjojmë inxhinierët projektues dhe ata zbatues se si do të jetë gërshetimi i linjës së vjetër me linjën e re qytetit, që neve presim që në maj 2026 të fillojë të jetësohet ky projekt.